Baca del çdo ditë dhe flet për reforma të mëdha, për rrëzim pushteti, për rikthim të moralit në politik, për marrëdhënie të forta me Bashkimin Evropian dhe për respekt ndaj partnerëve strategjik, ndërsa në oborrin e tij politik, në forumin që duhet të prodhonte idealist dhe jo financier të telefonave, disa nga leprushët e rritura me dorën e kumbarit të tyre Belind Kolliçi, sot përmenden si autor të skemave që kanë zhvatur miliarda euro qytetarëve të Bashkimit Evropian përmes call centerash dhe investimesh të rreme, duke e kthyer tribunën e doktorit në një skenë ironie të hidhur. Belind Kolliçi, që u rrit në krye të forumit rinor të PD dhe mbajti për vite nën kontroll të plot, krijoi rreth vetes një rreth të mbyllur djemsh të rinj që nga struktura partijake kaluan në struktura biznesi, mes tyre Klaus Shaqiri dhe Luis Hoxha, miq të ngushtë të FRPD-s, të cilët sot dalin të lidhur me kompani ortakëri portuale, struktura marketingu dhe rrjete call centerash që kanë zhveshur nga kursimet qytetare të vendeve anëtare të BE-s, pikërisht ata qytetarë që doktori i përmend si partner strategjik dhe aleatët e Shqipërisë. Luis Hoxha ish aktivist i forumit dhe ortak në Albanian Stevedoring Company me Reshard Kolliçin, vëllain e Belos. Rezultoni përfshirë në një rrjet të gjerë kompanish me aktivitet në port, energji, logjistika dhe media, ndërsa në dosje dhe hetime përmendet si figurë qendrore të call centerave që kanë zhvatur qytetarë europian me investime të rreme, para që më pas janë shpërndarë në pasuri të paluajtshme, restorante, kompani shërbimesh dhe strukturave të tjera biznesi, që sot duken si histori suksesi, por që mbajnë pas vetes hijen e mashtrimit. Klaus Shaqiri, një tjetër produkt i forumit të drejtuar nga Kolliçi, rezulton sipas regjistrit tregtar i lidhur me kompaninë Finantex, e cila ka ndryshuar emër në Career Decision Marketing and Design, ndërsa aktiviteti i strukturave të lidhura me të përmendet në hetime për mashtrime financiare ndërkombëtare, duke e kthyer forumin rinor në një inkubator telefonash që punojnë jo për ide politike, por për bilance që fryen me para të marra nga partnerët tanë europian. Në vijim pamfleti do të publikojë adresat e apartamenteve që dyshohet se janë kthyer në call center, ku kjo celul ka operuar nga Durrësi në Tiranë, si dhe do të zbardh lidhjen e Klaus Shaqirit me një zyrtar të lartë socialist, për të cilin ngrihen dyshime se ka favorizuar në veprimtarinë e tij kriminale të zhvatjesh me call center. Ndërkohë Baca Sali flet për Europën me seriozitet dhe për partneritet me SBA-n me ton solemn, ndërsa skuthët e tij të vegjël në FRPD përmenden si autor grabitjesh financiare ndaj pikërisht atyre vendeve që ai kërkon të bind për seriozitetin e partisë së tij, duke krijuar një tablo ku doktori mban fjalime për moral dhe lepurushët e forumit mbajnë llogaritë e call centerave. Partia Demokratike e Shqipërisë ka nevojë për një reformim të thellë, sepse nga forumi që duhet të prodhonte lider ka dalë një brez që përmendet në dosje mashtrimi financiar, pastrim parash dhe investime të dyshimta, duke e kthyer krenarinë e dikurshme në një problem serioz reputacioni. Dhe ndërsa Baca kërkon revolucion politik, lepurushët e tij po gryen themelet me telefon në dorë dhe me bilance që rriten mbi kursimet e qytetarëve europian. Në fund, arrestimi i gazetarit Elio Laze prodhoi për publikun shqiptar, përveç pretendimit për gjobvënie, e cila nëse provohet është e dënueshme sipas ligjit, edhe një lajm shumë të rëndësishëm që nuk kishte rënë në vëmendje të gjerë, se disa nga të rinjtë e FRPD rezultojnë të përfshirë në zhvatje të mëdha në dëm të shtetasve europian përmes call centerave, duke i rënuar këtu imazhin një partie kaq perëndimore.